4 vite burg do të bëjë Erdgys Arazi, bashkëshortja Alma Arazit e cila një vit më parë mbyti veten dhe 3 fëmijët e saj në lumin Buna. Erdgys akuzohet se me sjelljen e tij shtyi bashkëshorten drejt aktit vetflyues. Shqiptarët paguajnë 2.5 herë më shumë para për ilaçe në krahasim me qytetarët e Serbisë. Kjo është konsideruar si abuzim nga qytetarët të cilët kërkojnë marrjen e masave konkrete. 42 persona mbetën të lënduar nga tifozët e Liverpoolit, të cilët kishin dalë për të festuar fitoren e skuadrës së tyre. Një makinë u fut mes turmës së njerëzve dhe përplasi këmbësorët. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Deo. 4 vite do të qëndrojë në burg Erdgys Arazi, bashkëshortja Alma Arazit e cila një vit më parë u hodh në lumin Buna në Shkodër bashkë me 3 fëmijët e saj të mitur. Gjykata dënoi Erdgysin në akuzën e shkaktimit të vetvrasjes, pasi ai ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes. Erdgys Arazi, bashkëshortja Alma Arazit e cila një vit më parë mbyti veten dhe 3 fëmijët e saj në lumin Buna në Shkodër, është dënuar me 4 vite heqje lirie. Akuza që prokuroria ka ngritur ndaj tij është shkaktimi i vetvrasjes, pasi ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së ndjer, duke e çuar drejt aktit vetflyues. Fillimisht dënimi për Arazin ishte 6 vite heqje lirie, por për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi përfundimtar u ul në 4 vite. Ngjarja që tronditi vendin ndodhi në datën 3 maj 2024, kur Alma Arazi mori 3 fëmijët e saj dhe u hodh në lumin Buna në përpjekje për t'i shpëtuar dhunës bashkëshortore. Ajo u nxor nga uji 2 ditë më vonë, pasi një peshkatar zbuloi rastësisht trupin e vajzës 9 vjeçare. Tre shqiptarë, një 54 vjeçar, djali i tij 21 vjeç dhe një shok i tyre akuzohen nga autoritetet greke si të përfshirë në vrasjen e noteres Mariza Papadata, ngjarje e ndodhur në shkurt të këtij viti. Ata kishin shkuar për të grabitur noteren, por ajo humbi jetën pasi u godit me thik nga njëri prej autorëve. Policia greke ka zbardhur krimin makabër që tronditi opinionin publik në shkurt të këtij viti, ku një notere 69 vjeçare u gjete vrarë pranë shtëpisë së saj në ishullin Zakynthos. Pas një hetimi të gjatë nga departamenti i vrasjeve, policia arrestoi 3 burra me origjinë shqiptare, një ndërtues 54 vjeçar, i cili ishte ai që planifikoi grabitjen dhe qelloi me thik viktimën, djalin e tij 21 vjeçar dhe një mik 50 vjeçar të babait nga Nemea. Çelësi i hetimit ishte 50 vjeçari që jetonte në Nemea, i cili pasi u mor në pyetje dhe u përball me provat, dyshohet se rrëfeu gjithë skenarin e natës fatale. Sipas deklaratës së tij, ai kishte mbritur në Zakynthos një ditë më parë, pasi ishte koordinuar me mikun që jetonte në ishull dhe kishte informacione se viktima mbante para dhe sende me vlerë në shtëpi. Ata qëndruan në një apartament me qira, që sipas dëshmive i përkiste vetë autorit të dyshuar të vrasjes, dhe të nesërmen sipas planit të përgatitur, u veshën me maska, kapush dhe doreza. Ata ngritën një barikadë për të pritur viktimën, kur ajo po kthehej nga puna. Sapo gruaja fatkeqe u kthye, ata u sulën mbi të dhe e kërcënuan me thik. Ajo bërtiti, por askush nuk e dëgjoi pasi zona është e shkret, pastaj e kapën dhe e shtrënguan fort. Gjatë përleshjes, 50 vjeçari nga Nemea mori çelësat nga çanta e saj dhe u përpoq të hapte derën, por ndoshta për shkak të shqetësimit të tij, nuk mundi ta bënte. Në të njëjtën kohë, siç i tha policisë, ai u kthye prapa dhe pa 54 vjeçarin të binte me viktimën në tokë, ku po ziheshin dhe papritmas pa gruan të gjakosur shumë. Ishte momenti kur 54 vjeçari goditi viktimën me thik në kofsh dhe i goditi arterien femorale. Pas krimit ata u larguan në këmbë për rreth 1 orë, doqën rrobat dhe hodhën thikat, përpara se të telefononin djalin për t'i marrë me makinë. Sipas raportimeve policore, babai dhe shoku i tij ishin ata që hynë me fytyra të mbuluara në shtëpinë e viktimës, ndërsa djali shërbeu si bashkëpunëtor dhe transportues. Autori dyshuar i goditjes fatale me thik që shkaktoi gjakderdhje të pakontrolluar në pjesën e brendshme të kofshës, është pikërisht babai, i cili deri më tani ka mohuar përfshirjen direkte, ndryshe nga 2 të tjerët që kanë pranuar pjesëmarrjen. Trupi pa jetë i gruas u gjet nga i biri mëngjesin e së nesërmes, në shkallët e shtëpisë pranë makinës së saj. Ekspertiza mjeko-ligjore konfirmoi se vdekja ishte rezultati një plagë të thellë me thik, duke çuar në vdekje brenda pak minutash. Hetimet vazhdojnë ndërkohë që 3 të arrestuarit përballen me akuza të rënda për vrasje me dashje dhe goditje me pasojë vdekjen. Dritan Gjika, një nga figurat më të kërkuara të botës së krimit shqiptar, është arrestuar ditën e djeshme në Abu Dhabi. 47 vjeçari njihet si drejtuesi i një prej rriteve më të mëdha të trafikut të drogës nga Ekuadori në Spanjë. Një nga figurat më të kërkuara të botës së krimit shqiptar, Dritan Gjika, është arrestuar në Abu Dhabi më 26 maj 2025, gjatë një operacioni të koordinuar mes Interpolit të Ekuadorit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, me mbështetje të programit Pacto 2.0.
47 vjeçari shqiptar i njohur si drejtuesi i një prej rriteve më të mëdha të trafikut të drogës në Ekuador dhe Spanjë, mbante 2 njoftime të kuqe të Interpolit për trafik ndërkombëtar droge, pastrimbarrazh dhe krim të organizuar. Sipas të dhënave zyrtare, Gjika mbriti për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë të përkohshme vizitori. Me kalimin e kohës, ai ndërtoi një strukturë kriminale të sofistikuar që përfshinte menaxher, logjistik, bashkëpunëtor dhe biznese fasad të përdorura për pastrimin e parave. Rrjeti dërgonte ngarkesa të mëdha droge drejt vendeve të Amerikës Qendrore dhe Europës, veçanërisht Holandës, Belgjikës dhe Spanjës. Hetimet zbuluan gjithashtu përfshirjen e personelit portual në ndihmë të trafikut, duke përdorur metodën e njohur si grepi i verbër për kontaminimin e kontenjerëve me substanca të palishme. Më 6 shkurt 2024, pas një pastisje në Guayaquil, Prokuroria e Përgjithshme e Ekuadorit identifikoi Gjikën si liderin e mafias shqiptare në këtë vend. Autoritetet përkatëse punojnë për procedurat e ekstradimit të tij, i cili pritet të përballet me drejtësinë për krime të rënda ndërkombëtare që rëndojnë mbi të. Çmimi i barnave në Shqipëri ka pasur një rritje të pajustifikueshme, duke bërë që qytetarët të paguajnë shumë disa fish më të mëdha se pacientët e vendeve fqinje. Kështu, medikamenti Sinosol në vendin tonë kushton 1080 lekë, ndërsa në Serbi mund ta gjesh për 400 lekë. Qytetarët e konsiderojnë këtë çmim abuzues dhe kërkojnë marrjen e masave konkrete. Çmimet e barnave në vendin tonë po njohin një rritje të pajustifikueshme, duke rënduar çdo herë më shumë xhepat e qytetarëve. Shpesh këto çmime nuk janë në proporcion të drejtë me vendet e rajonit, pasi në raste të caktuara, rezulton se në Shqipëri ilaçet kushtojnë 2.5 herë më shtrenjtë se në vendet fqinje. Për të denoncuar një rast të ngjashëm, një qytetar i është drejtuar redaksisë Son ku bën krahasimin e ilaçit Sinosol, që në Shqipëri ai ka bler 1080 lekë, ndërsa në Serbi i njëjti medikament kushton 400 lekë. Ai shkruan: "Përshëndetje, doja të bëj një denoncim nëse është e mundur në lidhje me çmimet e ilaçeve në farmacitë në Tiranë. Sapo bleva këtë produktin sot, i cili kushton 1080 lekë, por çmimi i saj aktual në Serbi me lekë shqiptare ishte diku te 400 lekë. Kjo është çmenduri, një diferencë totalisht e lartë dhe e tmerrshme." Ilaçi Sinosol është një produkt që përdoret për trajtimin e problemeve të rrugëve të frymëmarrjes, dhe ajo që vjen re nga ky denoncim është çmimi tejet i kripur që shqiptarët janë të detyruar të paguajnë për të, plot 680 lekë më shumë se në Serbi. Por pse shqiptarët paguajnë kaq shumë? Aktualisht, çmimet e barnave në Shqipëri vendosen nga vetë tregtuesit, që do thotë se importuesit dhe farmacit kanë liri të plot për të vendosur çmime, që shpesh janë dhe abuzive. Gjendur përballë kësaj situate, ata që e pësojnë në fund janë qytetarët, të cilët paguajnë më shumë se pacientët e vendeve fqinje. Për të pasur një çmim të drejtë dhe jo abuzues me konsumatorin, institucione si Ministria e Shëndetësisë dhe Agjencia Kombëtare e Barnave duhet të marrin masa që konsistojnë në rregullimin e tregut farmaceutik, ku fokusi të jetë mbrojtja e shëndetit publik dhe jo interesi financiar. Kjo situatë është thelbësisht e padrejtë për qytetarët, të cilët detyrohen të paguajnë barna disa fish më shtrenjtë se fqinjët. Prandaj reagimi menjëhershëm i institucioneve përkatëse për caktimin e çmimit tavan dhe dysheme për barnat, duket diçka e domosdoshme. Ky denoncim nuk duhet të kalojë në heshtje dhe të jetë vetëm një lajm i radhës, por kërkon reagim institucional për të ndaluar abuzimet. Një raport i Eurostat për indeksin e çmimeve të konsumit e rendit Shqipërinë ndër 10 vendet me rritjen më të lartë të çmimeve në Europë për periudhën 2015-mars 2025. Sipas raportit, Shqipëria lë pas shumicën e vendeve të rajonit dhe të Europës për çmime. Shqipëria renditet ndër 10 vendet me rritjen më të lartë të çmimeve të ushqimeve në Europë në periudhën 2015-mars 2025, sipas të dhënave të Eurostat të bazuara në indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit. Kështu sipas këtyre të dhënave, çmimet e ushqimeve për pijet jo alkolike në Shqipëri janë rritur me 67% nga viti 2015 deri në mars të vitit 2025, shumë më lart se mesatarja e Bashkimit Evropian. Indeksi i Shqipërisë ka arritur në 167 pikë, ku viti 2015 merrte si bazë me 100 pikë, duke reflektuar një nga rritjet më të larta të inflacionit ushqimor në kontinent. Me këtë renditje, Shqipëria lë pas shumicën e vendeve të rajonit dhe të BE-s, duke përjashtuar shtete me situata të jashtëzakonshme inflacioni, si Turqia dhe Hungaria. Në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian, rritja e çmimeve në Shqipëri është 14% më e lartë, duke treguar një tendencë të theksuar të rritjes së kostove të jetesës. Brenda Ballkanit, Shqipëria mban një nga nivelet më të larta të inflacionit të ushqimeve, duke përjashtuar vetëm Serbinë. Ekspertët shprehen se kjo rritje ndikon drejt për drejt në fushinë blerëse të qytetarëve dhe rrezikon të ngadalsojë procesin e konvergjencës së standardeve të jetesës në BE. Ushqimet dhe produktet bazë po bëhen gjithnjë më pak të përballueshme për familjet me të ardhurat të ulta.
42 persona mbetën të lënduar gjatë festës së tifozëve të Liverpool, kur një makinë hyri mes turmës së njerëzve dhe përplasi këmbësorët. Një 53 vjeçar nga Britania u arrestua nga autoritetet si autori i kësaj ngjarje. Festimet për titullin kampion të Liverpoolit u kthyen në një kaos mbrëmjen e së hënës, kur një makinë u përplas me turmën në qendër të qytetit, duke lënë 47 persona të plagosur mes tyre dhe 4 fëmijë. Incidenti ndodhi rreth orës 18 në Water Street, në qendër të qytetit, teksa turma po shpërndahej nga parada festive. Sipas dëshmitarëve okular, një Ford Galaxy me ngjyrë gri të errët hyri pa pritur në rrugën e mbyllur dhe u përplas me qindra njerëz, përpara se të ndalohej pas një distance rreth 20 metër. Policia e Merseyside konfirmoi arrestimin në vend të një 53 vjeçari britanik nga zona e Liverpoolit, i cili dyshohet të ketë qenë drejtues i automjetit. Autoritetet njoftuan se incidenti nuk po trajtohet si lidhur me terrorizmin dhe nuk ka të dyshuar të tjerë. Sipas shërbimit të ambulancës, 27 persona u dërguan në spital, ndërsa 20 të tjerë u trajtuan në vendngjarje. 2 persona, përfshirë një fëmijë, kanë përshtuar lëndime serioze. Ekipet e zjarfiksëve raportuan se 4 persona ishin bllokuar nën automjet, përfshirë edhe një fëmijë, por u liruan pas ndërhyrjes së shpejtë. Pamjet nga vendngjarja tregon njerëz të traumatizuar, të mbështjellë me batanie, ndërsa të tjerë ndihmonin të plagosurit në mes të rrugës. Dëshmitarët përshkruan skema kaotike dhe paniku masiv, duke menduar fillimisht se mund të ishte një sulm terrorist. Dëshmitarët raportuan panik dhe skema rënqëllëse me njerëz të shtrirë në tokë, duke kërkuar ndihmë. Tifozët e zemëruar u përpoqën të sulmonin makinën dhe më pas policia ndërhyri për të siguruar vendin dhe ndalimin e të dyshuarit. Policia e Merseyside ka bërë thirrje për qetësi dhe bashkëpunim me hetimet, duke kërkuar që qytetarët të mos shpërndajnë pamjet e incidentit në rrjetet sociale, por të dërgojnë ato direkt te autoritetet përmes kontakteve zyrtare. Ngjarja ka hedhur një hije të rëndë mbi festimet që mblodhën rreth 500.000 njerëz në rrugët e Liverpoolit për të festuar triumfin e klubit të zemrës së tyre. Presidenti francez Emmanuel Macron ka reaguar pas videos së bërë virale ku shihej teksa bashkëshortja i qellonte me një shuplak. Ai thotë se ishte duke bërë shaka me gruan e tij dhe kjo gjë është absurde për të diskutuar. Presidenti francez Emmanuel Macron është përpikur të zhdramatizojë videon ku gruaja e tij Brigitte Macron e godet në fytyrë kur mbrin në Vietnam, pak para se ai të zbresë nga avioni presidencial të dielën në mbrëmje, gjë që ka shkaktuar reagime negative në media sociale, pas fillimit të turneut të çiftit në Azinë Juglindore. Macron bën një hap prapa i habitur, pastaj mbledh veten dhe përshëndet nga kamera në pistë. Ndërkohë Brigitte qëndron në një çast pas derës së avionit, duke shmangur shfaqjen me një herë para kamerave. Çifti i martuar që nga viti 2007 përfundimisht zbriti nga shkallët e avionit së bashku, me Brigitte që shmangte mbajtjen e dorës së Macron. Kur u pyet për incidentin, Emmanuel Macron u përpoq ta portretizonte si incident të pafajshëm midis bashkëshortëve. Ndoshta po bënim shaka, siç bëj shpesh me gruan time, dhe papritur mas kjo video u paraqit si një katastrofë globale, tha ai. Në këtë botë ku jetojmë nuk kemi kohë të merremi me gjëra të tilla, shtoi ai. Macron mohoi se kishte pasur ndonjë skenë familjare dhe foli për reagimet e egzageruara. E gjithë kjo është paksa absurde. Njerëzit po thonë shumë budallëqe, të gjithë duhet të relaksohen. Macron theksoi se kjo nuk është hera e parë që përmbajtja e videos në të cilën ai shfaqet është keq interpretuar, duke ju referuar skenave të mëpashme nga udhëtimi i tij me Friedrich Merz te Keir Starmer me tren për në Kiev, të cilat u komentuan gjithashtu gjërësisht në media. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim.